Autoritetet franceze kanë arrestuar të paktën 20 persona të cilët dyshohet se janë të përfshirë në sulmet me armë zjarri ndaj burgjeve. Këto arrestime u bën në Marseille, Lyon dhe në Bordeaux, ndërsa hetimet vijojnë ende. Nga data 13 deri më 21 prill ka patur gjithsej 15 sulme, ndërsa në parkingjet e disa burgjeve ju vu flaka automjeteve. Ministri i Brendshëm francez Bruno Retailleau përgëzoi jetuesit për profesionalizmin e tyre që mundësoi arritjen e rezultateve konkrete në një kohë shumë të shkurtër. Një organizatë e quajtur Mbrojtja e Drejtave të burgosurve francez, inicialet e së cilës janë gjetur pranë burgjeve të cilat kanë qenë shënjesër të këtyre sulmeve, ka publikuar video por edhe mesazhe kërcënuese në rrjetet sociale kundër autoriteteve franceze. Sulmet ndaj burgjeve vijnë pas një projektligji të ashpër kundër trafikut të drogës, i cili mund të miratohet në fund të këtij muaji. Në këtë projektligj ka plane konkrete për krijimin e njësive të sigurisë së lartë në burgje për kriminalët më të rrezikshëm në vend.